Edhe në Dubrovnik, kur shkojsha me prind, për shembull në pushime verore, ky pahiri qëlloj ke rrugës ka Dubrovniku. I di ke datat. I merr ke vesh datat edhe mandi qëlloj ke pahiri. Duhet respektu për insistimin, se gjeneratat e sotme veç një mesazh nëse si a kthen nuk s'flet më. Ajo ka qenë kohë tjetër, plus paramendoj kohën na me u taku në mes të Stradunit, qytetit vjetër Dubrovnikut, në kohën kur s'ka pas telefona. Si komunikojshit? E kemi caktu, do me thonë, si me thonë, 2-3 ditë për para, kur ko me qenë unë aty, edhe nëse jom ko me qenë në këtë datë, në këtë orë të Fontana. Edhe nëse s'kom qenë, do me thonë Valdeti e ka di që nuk kom me qenë aty, ose kom me qenë. Qa ka qenë e vetë një mënyrë me komuniku. Do me thonë për gjeneratet të reja, ka mundësi edhe me jetu edhe pa telefona. Po pra, fiks, mundet. Jeton edhe dashurohesh e kryon familje, gjitha janë mundura. Paramendoj këto telefone, kemi qka, 15, 10-15. Edhe do të kemi jetu edhe për para. Se nuk mundet me paramendur njërzit, po mdej, rinia ta që qysh keni mujt jo. Nora, si e priti familja, ose si i tregove, kujt i tregove së pari për Valdetin, për të thënë shiko se kam njoft një djallë, po takohemi, po pëlqehemi. Po, personi parë që i kom të regu dhe që ka dit, ka qenë tezja e vogël, Diana, po mandej personi parë e cila e ka dit kur unë e kom betë shtatzane ka qenë mami jem. Do me thonë, vetëm mamit direkt i kom të regu kur ka ndodh edhe kur e kemi vendos me Valdetin që përdoj me u martu. Do me thonë, ne i bëjshim plane që kur diplomoj, jetën ton të përbashkët, ne veç ishim në rrugtim të planeve tona, por që ndodhën senet pa pritun edhe u desht pak ma herë. Në vitin e dytë në fakultet u martum, unë isha në vitin e dytë, Valdeti ish veç i diplomume, ish i situ mirë, edhe kështu që aty nuk kom pas besim kërkujt me i tregu mas pari për veç mamit. Edhe ajo si gru e menqme që ka qenë, se mamin e kom humë kur i ka pas 29 vjetë, ka vdek si gru shumë e re, po ka qenë shumë femën e menqun, edhe unë i falenderoj asaj për mënyrën që shumë ka rrit, ajo edhe babi, Kimete Logja dhe Zeki Logja. Të dytë kanë qenë intelektual, profesor, babin e kom pas dhe drejtor në fabrikën akumullatorve në Trepqë dhe ka qenë hulumtuse shkencëtar, i cili ka ndrujet vitin e kalum. Edhe ata kanë kontribu shumë që me në rritë mu edhe vlaun tim në mënyrë të barabartë. Edhe unë jam shumë falenderuse që ma kanë mundësu me qenë e pa trembun në ftyrë të sfidave. Edhe këtë sfidën e parë njëtën time që adhe si me balansu me fakultetin e me fëmije, me familje, se nuk është bo fjallë që me ullon fakulteti, po si me menagju. Edhe aty ma kanë dhonë forcën, edhe Valdeti nanën e ti ma ka dhonë për krahjen kryesore, bashkë me nanën e ti, asjen e saj, që unë edhe ajo ka bo shumë me Nolin, derisa është rrit Noli djali jonë, edhe fëmiju i parë, edhe ka funksionu. Do me thonë, kom ri me kry fakultetin me fmi, kom diplomu, e kom kry magistraturën mandi prap me 2 fmi, mandi kom kry specializimin me 3 fmi, kry që jeta më ka balafaqu me sfidat të caktuar atë kohës, po ajo nuk më ka ndalë me i kry edhe me balansun mes të karierës e familjes. Gjithka Arihet kur donë. Të ndalim pak të martesa, në 88-ën. 88-ën, po. Vitin 1988, vite më përpara, keni bo në i ceremoni, në i tasën, si ka qenë? 89-ën se u habit. 89-ën, ka qenë darsme e fundit që është mbajt në hotelin Grand, aje restorani poshtë atje. Në konat e randat Jugoslavisë. Po, mande e murën sërbt edhe u ndalu krejt, do të aja ka qenë koha kur ishin ato demonstratat, kur ishin ora policore. Periude vështirë, arrit të tashijonit, apo e kishat atë cikletin e saj edhe situata? E aty ka qenë, baba ka qenë insistus në muzikën, ka qenë Ismet Peja edhe orkestri ti, se Ismet Peja ka qenë shoku i ti. Edhe unë pitëm këta, ata, Ismet Peja. Veç Ismet, jasë kush tjetër. Se ka qenë edhe një tërgjem i ti, se Ismet Peja është martu me një të pejes, një gru i cila ka qenë edhe shoqe e nanës teme, edhe baba ka qenë si ndërmjetësus ndërmjetën, edhe për herët parë që ka këndu Ismet Peja, ka këndur në darsme në babit tim në pej. Sa që ka qenë shumë një gjarje veçantë. Edhe kështu që ka qenë mirë, ka qenë darsme shumë i mirë. Advajzën me kaqurela e kishtë tashmë përbal, ishte nuse, po bëheshit gati që ta kalonit gjithë jetën bashkë. Nuse në prezencën e 400 musafirve, do më dhënë ka qenë darë shumë e madhe për atë ko, për mu shumë siklet, po edhe isha e re edhe gjithë shka njetë e mërsha si
Interesant, gjithë shka mu duke interesant, gjdo send i ri, kom qenë shumë kureshtare, gjithmonë edhe kom marrë si një mësim